Ambasada e SBA-ve në Tiranë tha se Defender 25 është stërvitja më e madhe vjetore e ushtrisë amerikane në Europë, që përfshin 25.000 trupa nga 29 vende aleate dhe partnere, me synim rritjen e shpërndarjes së shpejtë dhe gatishmërinë për operacione të përbashkëta. Deti Adriatik u ndërrua sot në një skenë stërvitje ushtarake, ku dy anije patrullimit të skuadrit të seksionit të sigurisë së ekspeditës detare të Marinës së SBA-s shoqëruan anijet e forcës detare shqiptare gjatë një operacioni të stimuluar si pjesë e stërvitjes së madhe ndërkombëtare Defender 25, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Tiranë. Sipas njoftimit, operacioni përfshiu forcat shqiptare që zbritën me litar dhe hipën në një anije të forcave detare, në një skenar që stimulon operacione detare të avancuara dhe të koordinuara. Këto stërvitje janë thelbësore për të siguruar që aleatët e NATO-s të mbeten të gatshëm për të përballuar sfidat e vërteta të sigurisë, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndryshe për herë të parë, Shqipëria angazhoi në këtë stërvitje dronët e saj pa pilot, apo siç njihen ndryshe, dronët Bayraktar, të cilët siguruan pamje në kohë reale për komandën e brigadës në Zallher. Në thelb të demonstrimit ishte një incident i stimuluar, kur forcat detare shqiptare dhe ato amerikane ndërhyn ndaj një anije të dyshuar që po largohet nga ujërat territoriale pa leje. Këto ndërhyrje u kryen nga ajri dhe deti, si dhe u monitoruan nga droni Bayraktar.